disa ndryshime. Do ndalemi më konkretisht edhe tek qëndrimet që palët kanë mbajtur. Unë kam kënaqësinë që ndaj studion ditën e sotme me gazetarin Isa Myzyraj. Isa, shumë faleminderit që jemi na. Faleminderit. Fillimisht përpara se të ndalemi tek ajo se çfarë ka ndodhur një ditë më parë, por edhe te perspektiva çfarë presim në ditët në vijim, mbledhja e Këshillit të Mandateve për kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të zëvendës. Ku do të përqendrohemi tek zhvillimet politike, më konkretisht tek debati në parlament. Kemi pasur një seancë e cila ka zgjatur për rreth 18 orë dhe ka sjell disa ndryshime. Do ndalemi më konkretisht edhe tek qëndrimet që palët kanë mbajtur. Unë kam kënaqësinë që ndaj studion ditën e sotme me gazetarin Isa Myzyraj. Isa, shumë faleminderit që jemi na. Faleminderit. Fillimisht përpara se të ndalemi tek ajo se çfarë ka ndodhur një ditë më parë, por edhe te perspektiva çfarë presim në ditët në vijim, mbledhja e Këshillit të Mandateve për kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku u shty pa afat. Çfarë ndodhi? Ka kaluar një muaj e gjysmë që kur prokuroria e posaçme ka sjellë në parlament kërkesën për heqjen e imunitetit të një deputeti, që në këtë rast është zëvendës kryeministrja, zonja Belinda Balluku. Tani më kuvendi ka dhe një muaj e gjysmë tjetër për gjithë procedurën e mbetur pra për të plotësuar 3 mujorshi që kërkesa quhet e rrëzuar. Kuvendi arsyeton, Niko Peleshi arsyeton që duhet marrë vendim gjykata kushtetuese fillimisht, pavarësisht që pra dy çështjet nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Pra kërkesa që është kushtetuar nga kushtetuesi është një kërkesë krejtë e pavarur nga hetimi që është duke kryer prokuroria speciale kundër zonjës Balluku, ndërkohë që tani më pritet në ditën në vijim, fillimisht të vendosë gjykata kushtetuese dhe më pas zoti Peleshi të ritras mbledhjen e Këshillit të Mandateve. Ajo çfarë duhet presim ditët në vazhdim në lidhje me këtë zhvillim është pikë së pari kërkesa që ka bërë opozita në prokurorinë speciale për të nisur hetimet ndaj zotit Peleshi për shpërdorim detyre për shkak të mosthirrjes disa javore të kësaj mbledhje dhe duhet pritur pra hetimi para prak nëse kanë konstatuar ose jo vepër penale, por deri në këto momente pra nuk ka një rrëzim të kërkesë padis, duhet shohim në ditët në vazhdim. Qartë, Isa. Ndërkohë sa i takon zhvillimeve të asaj se çfarë ndodhi në parlament, unë e nisa edhe pak më herët duke u ndalur në këtë çështje, shumë debate, sidomos për dekriminalizimin për shpifjen për gazetarët dhe shumë çështje të tjera. Si po zhvillohet ky debat? Çfarë mund të themi për mënyrën se si palët janë pozicionuar dhe për ato se çfarë ata besojnë dhe mbrojnë? Pikë së pari, dekriminalizimi i shpifjes është bërë i pjesëshëm dhe jo në konsensus me gazetarët dhe aktorët e shoqërisë civile, organizatat që mbrojnë lirinë e medias dhe sigurinë e gazetarëve. Ne kemi rënë dakord, unë kam qenë personalisht pjesë e procesit të konsultimit me parlamentin dhe me gjithë aktorët politikë, duhet thënë, qoftë nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, qoftë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, për muaj të tërë. Ne kishim rënë dakord për që draftit ishte ndryshe, pra që neni 119 i shpifjes dhe neni në fyrjes në falë dhe neni 120 i shpifjes të dekriminalizohen, depenalizohen praktikisht në mënyrë të plot për të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë, përfshirë gazetarët. Nisma gjeti konsensusin e partive politike dhe me datën 21 janar, kur edhe Partia Socialiste ndryshoi mendjen dhe vendosi ta sjellë një draft tjetër të shtrembëruar, të paqartë dhe sipas nesh të pazbatueshëm në praktikë.